Pra, siç ju paralajmëruam, jemi para parlamentit të Këshillit të Evropës. Jemi me një pjesëmarrje të bashkëdhetarëve tanë dhe të ardhurve nga gjitha trojet shqiptare. Këtu jem me kryetarin dhe njeriu që s'ka shqiptar që nuk e njeh dhe nuk e din kontributin e tij. Zoti Gucati, si ndiheni sot në mesin e bashkëdhetarëve, por edhe bashkëkombëtarëve? Faleminderit juve shumë që keni gjetë kohë ju gjitha mediat më ardhë. Unë sot e ndi vetën shumë të privilegjuar kur i shoh gjitha njerëz, mërgata që kanë ardhur dhe i kanë punë të veta private që kanë pas sot vikend rinë me familjet e veta, kanë ardhur në bashkangjitjen e protestë. Mu pikërisht vendin kur votuan një rezolut për një njeri të çmendur. Ne kemi Zvicrën shtet mik e kemi, po dikmordi ka qenë i çmendur për mua dhe për pjesën dërmuese të shqiptarëve i cili i bindi një bukur një grup të madh të deputetëve ta votojnë një rezolut kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë nuk e di këta njerëz a kanë ditë çka kanë votuar mas pari. E dyta, a kanë llogaritë ta njerëz si s'ka ku bëhet gjykat një vetëm për një pjesë të një shteti. Kosova jeton mbi shumë kombe, shqiptarë, serbë, rom, turqë dhe ashkali dhe të tjerët. Dhe kështu ta kanë votuar një gjykat vetëm kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Krimi dhe kriminalet kanë emër mbi emër dhe adresë. Adresa është Serbia, krimi është Miloševići, kriminalet janë ushtria policore çetnike serbe që ka bërë krimin në Kosovë. Edhe ne sot kemi ardhur këtu të protestojmë kolegëve të tyne, të ish deputetëve, tash ta që kanë ardhur deputetërit t'ju tregojmë se çka kanë votuar. Ne kemi vendos, i kemi ditë softë tushka, ku kemi kërkesat tona që t'ju dorëzohen 280 deputetëve të Parlamentit të Këshillit të Evropës, t'ju tregojmë se çka kanë votuar. Kjo gjykat ka devijuar për rrugës vete, ju e dini pse është formuar mbi një shtëpi e verë që s'ka ekzistuar fare, ajo shtëpi, ajo si objekt ekziston, po si spital ju s'ka ekzistuar kur në jetën e vete. Dhe shqiptarët nuk e kanë gjenezën e vetë të bëjnë krime lufte. Shqiptarët janë burra që dalin vrasin ballë për ballë, ledin për ledin. Dhe ne kemi njëftu, kemi vullu frontale ta shirojmë kombin dhe vendin tonë. Krime ka bu Serbia, mbi 460 masakra janë në Kosovë. Mbi 13.500 shqiptarë të vrarë. 1.624.000 të vogël janë të vrarë dhe të djegur nga forcat policore çetnike serbe. Kështu që ne sot do ta ngrisim zërin, vetëm drejtësi, jo elmosh, drejtësia asgjë tjetër. Kryetara, ndihesh krenor sot që jenë mesin e bashkëdhetarëve tanë dhe diaspora një forcë e madhe, por këtu ka ardhur gjithë kombi shqiptar. Po ku mos jesh krenor ku kjo diasporë, si jo mrapa me këta njerëz janë, këta kanë qenë para lufte dhe pas luftës sot. Këta janë shtylla e shtetit Kosovës. Këta kanë bërë shtetin, këta kanë bërë kombin gjallë. Mërgata ka bërë kombin gjallë dhe ne sot nëse gabojmë me shasëm dhe thojmë një diçka për mërgatën,